Mustaf, e kom vërejt e ti shpesh je anku me drejt, kuptohet, për shikimin e ndeshjeve nga shqiptarët, ndeshjeve në gjuhën maqedonare. Do të thonë bëhet fjalë për shikuesit jashtë Maqedonisë, ne kemi televizionin Maqedonisë 1, televizionin Maqedonisë 2. Ndeshja në gjuhën maqedone është në televizionin Maqedonisë 1, ndërsa ndeshja në gjuhën shqipe është në televizionin e Maqedonisë 2, ku është Mustafa dhe ekipi i tij. Mirë, po ka shqiptar që i shohin ndeshjet me komentim në gjuhën maqedone. Dhe kjo është absurd, apo jo? Se për këtë gjuhë, fundit edhe kena derdhë edhe xhak për me ardh deri te televizioni, deri te shkolla, deri te janë vra njerëzit për këtë gjuhë, e tash ti me anashkalu këtë gjuhë nënës shqipe, është vërtet problem kjo. Ka ndodhur shpesh sugno që jam anku, sidomos në rrjetet sociale, ku tentoj edhe të jem aktiv, kryesisht ndoshta edhe më shumë me kritika se sa me lëvdata gjatë kampionateve evropiane apo botërore. Një me më dhemë kur shoh për shembull kur kaloj Kaçairi, më thëm ka ja e pasha, dhe shoh në kampionat botror ose në kampionat evropian është më të vënja. Për qenë edhe ndoshta edhe më tragjike dhe më e keqe, nuk është që dëgjohet komentatori. Se natë për ato zhurmat çajtoreve apo të kafeve, komentatori thuj se nuk dëgjohet hiç, po. E çka i kushton pronarin e lokalit ta qes vetëm më të vëdyshin. Hajde pe pranojmë që Mustafa nuk është komentatori mirë, Denisi nuk është komentatori mirë, Artani nuk është, Samiu nuk është komentatori mirë. Tash edhe Amiri që në është bashku. Ti nuk e dëgjon komentatorin lokal, në shtëpinë tënde në rregull. Ka ndodhur rast për shembull që më kritikua edhe politikan i cili ka reklamu në story, më të vënishin duke e shiku, mos them është edhe ministër ka qenë atko. E tash ti si ministër shqiptar i qeverisë në vendin ton, nëse reklamon që jetu i dëgju më të vënishin komentim, është absurditet. Tash po më kujtohet, po më kthehet filmi edhe mu në finalet kampionatit botror në Katar. 2022, nuk du t'ja përmend emrin ministrit. E ka postu postim në rrjetet sociale me djalin e tij. E ka shiku finalen në MTV-ni. Gjuhën maqedonare. Ajo është nënçmim shumë i madh për mua realisht. Hajde çe pe pranojmë, unë nuk jam komentator i mirë. Nuk jam komentator i mirë, në rregull, me të anën nuk të pëlqej, më shumë të pëlqen komentatori më të vënishit. Po ti si ministër dhe ju si politikan, jeni ata që po luftoni për drejtat tona në këtë vend. Ti dush më konë shembull. Po atëherë edhe unë mos ta pranoj, nuk po të pranoj ty si ministër, po pe pranoj si ministër një deputet ose ministër maqedon. Edhe është shumë e dhimbshme për mua realisht, tash po më kujtohen këto 2-3 raste, po më kujtohen edhe shumë raste që kam kritikuar më herët me statuse në rrjetet sociale ku kam pa, edhe njerë po kthehem te ajo. Do të thonë, është derë dhe gjak për gjuhën shqipe. Ata vetë si politikan kanë bot çmos. Po mu më pëlqen një sen që te rinia faktikisht. Na i kemi bo më thuj se ka 40. Te ata më të ri se na që janë ka 15, ka 20 vjeçar, te ata më nuk ekziston ajo. Nërsa te na dhe gjeneratat për fatkeq më të vjetra se na si duket ala ju kanë bet në kry ajo. Dojnë me dëgju stativa, nuk dojnë me dëgju shtyha. Dojnë me dëgju studia, nuk dojnë me dëgju referi. E unë për veti, po dhe bashkë me kolegët jemi krenar që jemi prej sebepe kryesore që fëmijët në mahallat e na më kur luajnë futboll ndokët më nuk thojnë eroki stativën. Rjetën, thoj, nuk thojnë mrezha. Edhe elhamdulillah jam falenderues Allahut që na i ka mundsuar natë jemi faktikisht sebepet për t'i bëu këto te rinia. E këta gjeneratat pak më të vjetra, inshallah pak marrin mësim edhe prej rinisë dhe ndryshon spakun që në kampionatin botror vitit arshëm dhe mos kemi raste sikur këta ministra, po edhe po them edhe një herë, sikur në për çajtore dhe kafet e Shkupit, po edhe kam përshtypjen edhe vendeve tjera të mos dëgjojnë. Se apet edhe njerë po kthejnë edhe si shoqërina nëse mledhem në shtëpi, shumë pak realisht dëgjohet komentatori kur të luhet futbolli. Diskuton, fol, bërtet, kcen njani, kcen tjetri, komentatori bjen shumë pak faktikisht në sy mos thëm në vesh. E çka të kushton ty MTV1 me MTV2, fotografinë kemi të njëjtë. Nëse ka MTV1 Full HD, ka edhe MTV2 Full HD. Hajde përpara ndoshta kemi pas ndonjëherë problem, ama kjo ka ndodhur para 10-15 vjetëve, ku ka qenë MTV2 me fotografi me sinjal pak më dopt. Tashmë nuk ka kur fare dallimi. Edhe për çato më them, shpesh ndonjëherë them, ndoshta edhe jam gabim majdin sikur unë vetën po lëvdoj se diçka apet po them edhe një herë. Shumë i qartë. Nuk jam si komentator i mirë në mendimin ton. Mendimin e tjetrit jam shumë i mirë ose më i miri, ama respektoj faktikisht veten. Respektoj veten si shqiptar fillimisht dhe nëse kur gjë tjetër apet po them edhe një herë, sun ta ndaloj as në lokal, hala ma hiç në shtëpi, dëgjoj në shtëpi çysh dush. Ama kur ta bësh atë fotografi, kur ta bësh atë story, mendoj që je politikan i cili merr vota prej shqiptarëve. Dhe kur ta postojsh atë fotografi në rrjetet sociale,
Kujtoj se e të për reklamu. çfarë gjuhë kena sakrifiku shumë si popull. E për fat keq që ndodhin këto gjëna, po shpresojmë inshallah, edhe pse do ndodhin edhe në të ardhmen sigurt, po inshallah deri në vjen sado pak një përmirësim. Inshallah.